Rikthehemi pra në studio, kemi mësafirin ton në kampionin e botës në karate. Një sekond. Nuk është e lehtë, është kojaron. Që kjo është medalja. Hajde drin. Hajde një herë. Po të lyp fer. Jo, ma mirë, ma. Pra kjo është medalja historike që i ka ardhur Kosovës nga karateisti Islam Selmani, arritje historike pra i dyti në botë në kampionatin botëror që u mbajt në Kairo. Fantastike, kjo është pjesa prapa par excellence. Kush po do fkall që telefon me nol se kling ja nisi me bu. Dhe e kam knatësin tani ta prezantoj në studio karateistin Islam Selmani, i cili na bashkohet në një bisedë për treguar rrëfimin e rrugës së suksesit drejt kampionatit botëror. Faleminderit shumë që je sonte me neve dhe me dëgjues të Radio Dugaxhinit. Faleminderit edhe juve. Fillimisht, normalisht pyetja e parë që bëhet emocionalisht çysh e ndi pas këtij suksesi. Po ne ndi emocionalisht më këgja shumë, edhe kjo për mua është ndër krenarie që ku mujt me arrit këtë sukses dhe me asil Kosovës këtë sukses. Kjo për mua është pashtu edhe një përgjithësi e madhe, edhe ta është e shumë, po se besoj që kena mënol këtë pa e mrit titullin e kampionit botës. Ju ka afru shumë afër kësaj. Shumë afër. Po ka pas edhe një problem që të ka penalizuar jashtëzakonisht shumë në ditën e finales, pra 24 orët e fundit. Po, ato e nga kom pak smut edhe me një grip të përdet shumë, edhe nga kom smut pak pe një dhaumit qëtë. Kjo kom penges pak që s'kena mujtë më fokusu qatë shumë ngorë edhe për fatë keq, dolëm i dyti. Po, ideja është që problemet me dhëmbë, gripi, tash e sjell pa gjumësin, hum koncentrim, po më dhej, shumë elemente negative krijohen para një me që ka së të rëndësishëm, besoj. Po, megjithatë, vendi i dytë është i jashtëzakonshëm. Në judo ka medalje olimpike, në sportet luftarake ka kulminacioni i këtij sporti, po karateja e sjell një prej medaljeve më të rëndësishme në historinë e sportit të Kosovës individual luftarak. Po, ashtu kjo u konë edhe të e morë parasysh u konë kampionati botës i parë për mu si senjër. I pari? Po, për hirtë parë ku morë pjesë si senjër, ato nuk u konë edhe shumë e lehtë, se ato morin pjesë 32 për më të mirë të botës. E kena pos grupin pak zëshëm, e kena pos kampionin olimpik, kampionin europian, turkën Eray Samdan, ku në fazën e grupeve kena mujt 3-1 me rezultat mjaft mirë, dhe nuk e kena pos as një humbje deri në finale. I kena pos 2 parazime dhe 3 fitore. Në sportin e karateja, barazimi, a sjell pik? Barazimi është, do me thonë që ke mujt me kalu grupin, kështë në varet nëse në fazën e grupe, kur të mejtë barazim, do me thonë 1 pik për ato, 1 pik për ty. Okej, ndohën pik, si barazimi në futbol. Po. Okej. E ke pas për mu prej asaj që pash në rrugtimin nga faza e grupeve deri te finalja, kjo me Hashimoton ke krye vepër. Po, kjo konë krye vepër se Hashimoto është një ndër sportistat më të mirë në kategorinë time minus 60 kg. Hashimoto është i pari për ndryshe në ranglistën botërore. Kur e hinto me në duel, në sëllën vend ka qenë ti? Unë jam konë 110. Kundër të parit? Po, kundër të parit. Ajo konë do me thonë i pari në ranglistën botërore, ta shmesit suksesin a doli 14. Ka të erdhë ideja se ajo goditja edhe marrja e pikës me këmbën lartë, kur e ke godit mrapa, prej asaj që e pash në video, nuk e ka prit Hashimoto, edhe 2, halo pa përfundu mirë, kur e ka marrë goditjen këtu, i ka ardhur qatë shumë i nati, sa ide nuk e ki, do me thonë video shihet, se nuk e ka prit. E kena deklasu ato, se neve nuk nga ka morë parasysh, se na i nga konë, do me thonë, me rank i nga konë shumë largë, edhe ai ku me ditu hi neve veç me nga kalu që ashtë si nëzejme për të, po nuk i dul që ashtë. I dul me therra. Po e ke pas edhe një bisedë, mbasi ka përfundu betejë me Hashimoton, e ke pas një bisedë me to, ka komuniku me ty? Po,
Tha që nuk e kom prit që apeten nuk kom menu tha me të kalu tha ty shumë let tha po më ke mahnit. Po njëkohësisht në finale nuk ka prit as Turku. Jo, as Turku kur e ka jep një intervistë ka thonë që unë jam përgatit për Grekun ose Hashimat në finale. Kosova ka thonë për mu e papritme. 20 vjeçar, i dyti në botë, po nuk është suksesi vetëm. E ki edhe titullin e përndër që jam edhe kampion i Evropës në vitin 2022 që jam shpall në Prag, në Çekis. Po më intereson me ditë çysh e ndi mas fitores ndaj Hashimotos. Çka ke menu mrena? Po ju ke falenderuar në ato momente. Në ato momente ju falenderu familjes tem që më ka përkra vazhdimisht pa pritesë, trajnerit e misakcurit edhe federatës. Edhe që kam besu në mu, kjo kom për mu dyqysh ma e lejtë, se kur të besën njeri në ty, tani e ki edhe ma e lejtë me vazhdu, edhe e kom po që mas e kina kalu Hashimëtën, e kom po që kjo është ma i miri në botë, e kom po që mëna me shku dhe në finale, po ashtu më bo kampion, po edhe i dyti së kes. Ja, absolutisht jo, se mosha jote e re është jashtëzakonisht premtuese edhe ki edhe kampionate tjera që mundesh me mri pa pikë problemi. Në kushte normale, a beson që e kishen poshtë Turkun pa problemet shëndetësore që ke pas? Bendshëm, po. Bendshëm? Po, qysh e kena mujtë në fazën e grupo. Pra të njëjtin kundërshtar e kem poshtë fazën e grupo? Njëjtin kundërshtar e kena mujtë në fazën e grupo. A ka komuniku me ty mas finales? Jo. Dorën ja këna jep njënë tjetët mas e këna përfundu edhe... Se po besoj kur ka pa ty në finale, nuk po besoj që është një bashkë komod, do e di që një ballafaqu edhe në grupe. Jo, së një komod. Kur kthesh me mendu, ku e vendos Kairon sa i përket sukseseve të karrierës tënde deri tash? A është një prej atyre lartë? Kairo bën në kampion të botës, po përmend edhe ti që nuk e ke plan me u ndal. Tash ky vet po besoj veç merr fund se nuk ka më aktivitete tjera. Ka qenë edhe Italia, po më duket po të njëjtat arsye s'ke mujt me marr pjesë edhe atje. Po. Për arsye shëndetësore. Normal. Cilat tash mbetën planet e Islamit në Ndoshta kjo që jam në kampion i botës më jep motivim hala më shumë. E tash besoj mas 2 vjetë na më po kampion botë ky spet. Që tash në vitin që po vjen 2026 e kena edhe kampionatin evropian në Qipër, do se dina haloa më në me mor pjesë për shkak që s'na njësi shtet. Kena pos probleme s'di sa herë në Qipër atje na kanë thonë që do të me i më rej pa flamura, s'kena pranu, e tash më tapet atje të këqyrëm po më në mëse ju. Tani është kampionati evropian për senior, ku ato pretendoj me marrë medalje të shumë. Ka lind dashnia për karaten? Po në pikë kur jam konë i vogël, jam konë qështu e ilves shumë edhe bobe jam vazhdimisht më ka thonë me shku në karate pikë kur jam konë fëmi. E ka po që këm talent, këm prirje, tani na ushtrujnë karate për viti 2015. Edhe kur i na shku atë për 2 vite ja po ta fillu gara. Edhe trajneri jam e ka po që këm talent edhe me pun tit pa lëshme i na orde i qëtu. Kush është trajneri që le të themi vëllezat ka zbulu? Trajneri jam është Isak Curri, po ashtu është edhe selektori seniorëve në karate. Në klub a je në Obiliq? A tjetër kon? Jo, unë jem e Obiliqit, ushtroj në klubin e karates Fush Kosova, po ndeshëm për klubin e karates As Prishtina. As Prishtina? Po, na jena 4 klube, jena një familje, jena një që ushtrojnë një vend krejt. Në Kosovë, atë ka mungu suksesi? Në garat këtu? Jo, jem kampion i Kosovës që disa vite me radhë. Rresht? Po. Kur ke fillu, po mendoj, pa arrit sukseset e para në karate, a e ke pas ndonjë prej garuzës e karatesve që ke marrë si shembull për me ndjek? Po, e kam kampionin, do me thonë është 5 herë kampion i botës,
është Rafael Agajev i Azerbejxhanit, e ato e komposi Dalgjet. Ai është kampion hala, ha? Jo, tash e ka është penzum. përfundu karrierën. A ke pas mundësinë herë më taku me ta jo? Veç kështë, po, e kum po. Pra planet e tua mbetën 2026 kampionatet evropiane, pastaj çka pra 2027 është përsëri Kampion botës, po. kampionati botëror, a dieta është ku mahet? Jo, hala nuk di. Mbetet më përcaktu. Teksa këtë mbetet te Çipra, Evropiani se njerëve është në Frankfurt, në Gjermani. në Frankfurt, Gjermani. Pra aty nuk bëhet fjalë për të lashë se s'ka probleme. po, janë vizat, janë gjithçka që njehen, ndërkohë te Normal. Çipra pra mbetet Po, të mbetet Çipra, pengesa. po, pengesa. Unë të falenderoj shumë, nuk e di a ke pas nevojë me shtuar diçka tjetër ose me falënderu dikon që të ka ndihmuar në këtë rrugtim. Ka qenë shumë kënaqësi me të pas në emision edhe me diskutu për suksesin e Kairos padyshim. Faleminderit edhe për ju, e kënaqësi edhe jam me komplezent. Edhe uroj normalisht që rruga është normalisht e vështirë e gjatë, po je i ri edhe besoj që kemi dalë edhe titullin e kampionit botës me pas në gjep. Kjo është veç fillimi për mua. Nime, harrova me pyet edhe institucionet e Kosovës nuk kanë harru. Kur e kthy në Kosovë të ka prit edhe ministri i detyrë i sportit Harullah Çeku. Normal. Çu ndive? Po jam di. Sa është një farë lloj mirënjohje. Po, më ka ardhur mirë që më kanë bërë pritje, me të thonë drejtë nuk e kam prit, po më ka ardhur shumë mirë. Sukses në vazhdim. Faleminderit shumë që ishe sonte me neve dhe dëgjues të Faleminderit edhe juve. Kthehemi me Gjimin. Pak ritëm, muzikë, marketing, kombinim, kthehemi në pjesën e dytë.